Në episodin e radhës me temën reforma territoriale dhe përpikpyetjet e shumta që mund të ngrihen për këtë çështje, kemi dy të ftuar special, ekspert të fushës së autonomisë vendore. Kemi nderin sot të kemi zonjën Adelina Farriçi, drejtuese ekzekutive e shoqatës kombëtare të bashkive prej vitesh, e cila ka dhe një përvojë në qeverisë vendore si ish kryetare e bashkisë. Faleminderit për ftesën, Jula. Gjithashtu edhe ekspertin zoti Agron Haxhimali, që është drejtor ekzekutiv i Institutit të Bashkive me një përvojë të gjatë në këtë fushë, edhe ai vjen edhe nga një përvojë si ish kryetar komune i Petrelës. Ju faleminderit zoti Agron, është në nderin tonë që kemi sot në këtë studio. Faleminderit juve dhe kënaqësia ime të jem në këtë përballje me kolegën time, por të moderuar nga një këndvështrim tjetër. Çështja e reformës territoriale është një çështje që na intereson të gjithëve, dhe që komunitetit të banorëve të njësive vendore që ne përfaqësojmë, si edhe politikës në mënyrë të veçantë. Por ne vim me një reformë territoriale, ajo e vitit 2015, jo shumë larg nga sot, që lind nevoja e rishikimit të kësaj reforme. Është kjo reformë e re një domosdoshmëri, është një kërkesë e kapitullit e 22 të Bashkimit Evropian, e çështje të tjera si këto do të diskutojmë së bashku. Nderuar Adelina, ne vim nga një reformë territoriale e vitit 2015, në cilën kemi qenë në takime të përbashkëta, ku kemi diskutuar çështje të ndryshme dhe ka akte dhe plane konkrete se si ka vijuar ajo reformë. Si e shikoni, cilat janë arritjet dhe dështimet e reformës së 2015? Realisht, rishikimi ose ideja për reformën administrative territoriale ka ardhur që herët, mund të themi që nga 98-a, 2000 diskutohej nga aktorë të ndryshëm, qoftë politik, qoftë edhe teknik, që numri i njësive administrative, numri i njësive vendore në atë kohë komuna dhe bashki ishte shumë i madh për nivelin lokal në Shqipëri, dhe më në fund ne arritëm në vitin 2014 dhe 2015 filloi implementimi i një reforme të re, që një reformë shumë e thellë, që kishte objektiva dhe ambicie të mëdha dhe pritshmëritë qytetare të komunitetit ishin shumë të mëdha. A ishte pozitive kjo reformë, a pat gjëra pozitive? Unë mendoj që kjo reformë realizoi shumë gjëra pozitive. Pra, fal kësaj reforme, qeverisja lokale ka shumë arritje. Një ndër arritjet e saj është të ardhurat e veta. Pra, në pjesën financiare, nëse ne krahasojmë vit pas viti nga 2015 deri në 2025, krahasojmë vit pas viti të ardhurat e qeverisës lokale, ne shikojmë që kemi një menaxhim më të mirë të këtyre, kemi një rritje në bashkitë veçanta 3 fishim, 4 fishim të ardhurave, kemi një afrim në shumicën e bashkive dhe një balancim midis transfertës pakushtëzuar që vjen nga qeveria qendrore dhe të ardhurave të veta, dhe kemi edhe një përmirësim të shërbimeve. Gjithsesi, e gjitha kjo reformë, efektiviteti i kësaj reforme në disa drejtime, ndoshta nuk e arriti pritshmëritë që kishte kjo reformë. Dhe një nga problematikat, dhe mendoj që nëse ne shikojmë ose ideja e një reforme të re administrative territoriale duhet të shikohet në këndvështrimin e dhënies dhe adresimit të problematikave të evidentuara gjatë këtij 10 vjeçari. Mendoj që 10 vjeçar është i mjaftueshëm për të maturuar dhe për të parë dhe çfarë nuk funksionoi. Dhe një korrigjim ose një reformë e re, një dizenjim i ri duhet të shikohet në këndvështrimin çfarë nuk funksionoi. Ajo që mendoj unë që nuk ka funksionuar është kjo pjesa e demokracisë lokale dhe e përfaqësimit. Ajo që artikulohet kudo është që zonat rurale nuk janë të mirë përfaqësuara në vendimarrje. Dhe desha të ndalesha pak këtu, sepse në fakt diskutimi mbi reformën më shumë është bërë çështje numrash njësisë vendore se sa thelbi apo sistemi në vetvete. Demokracia lokale, sepse mazhoranca në fakt ka një orientim për reduktim të njësive vendore. Nuk synohet edhe më tej demokracia lokale në kushtet kur do të kemi reduktim të numrit? E kuptoj. Në fakt, unë jam pro bashkive të mëdha, por
dhënjes së kompetencave njësive administrative. Shtimi të kompetencave pse jo të shkohet edhe në ndoshta në zgjedhjen edhe të kryetarit të njësisë administrative dhe dhënje kompetencash, buxhete përkatëse, ofrim shërbimesh në këtë njësi administrative. Pra gjenden mënyra dhe modalitete për ta ose ne jemi paralelisht reforma territoriale po shkon paralelisht dhe me reformën zgjedhore dhe mund të ndikohet edhe tek reforma zgjedhore për përfaqësimin që në këshillat bashkiake të kemi përfaqësim nga gjithë territori dhe të mos përqendrohet se kryesisht ne shikojmë që në gjatë këtij 10 vjeçari dhe këtyre 3 palë zgjedhjeve të këtij që janë realizuar për qeverisjen lokale, kryesisht të këshillat bashkiake kanë përfaqësim më shumë nga zonat urbane dhe ndoshta ka zona rurale ose njësi administrative të papërfaqësuara fare. Pra kjo mund ta adresohet së bashku edhe tek ligji zgjedhor. Xhimali, a e kaloi testin e parimit të subsidiaritetit reforma e 2015-s në gjykimin tuaj? Shiko, unë i përkas atyre zërave kritik në fakt për reformën territoriale dhe pyetje shumë e mira, e kaloi testin. Kjo është pyetje që kërkon një analizë shumë të thelluar. Kjo është pyetje që kërkon të përgjigje shumë të mira nga zëra dhe burime të ndryshme para se të artikulohesh nevoja për një reformë tjetër. Megjithatë, për të qenë krejtësisht konkret. Në dy vitet e fundit, ministri Mazniku dhe aktualisht ministri Demo kanë prezantuar në konferencat kombëtare rezultatet e performancës të 2 viteve të fundit shpaku të 61 bashkive të Shqipërisë. Unë në të 2 rastet kam thënë që ato ishte një raport i mirë, edhe pse sërish... na janë këto dokumenta që mbi të cilët mund të gjykohet për reformën e re? Edhe pse të 2 ministrat e kanë edhe për konturin politik, edhe për dimensionin që ato mbartin e kanë moderuar, po në thelb fakti që 50% e bashkive kryesisht të vogla dhe të mesme nuk e kalonin klasën e performancës, por mua janë mjaftueshëm, janë edhe tregues bindshëm që reforma nuk e ka kaluar testin, nuk e ka kaluar, por nuk ishte në pritshmëritë e përcaktuara me ato objektiva që u përcaktuan në reformën e 2014-s. Por fakti që unë mbështes këto rezultate do të thotë më tepër që qeveria duhet bënte një analizë të përgjegjësive dhe të merrte përgjegjësi pse kemi këtë lloj rezultati, se është pikërisht kjo qeveri që ndërmori këtë reformë, bëri këtë reformë, premtoi shkurtime dhe shpenzime administrative, gjë për të të vërtetës nuk ka ndodhur, nuk ka fakte, shifrat janë shkurtuar shpenzimet administrative, nuk ka fakte të dhëna zyrtare që t'jetë ullur numri i punojësve, por në total buxheti është rritur, shpenzimet janë rritur, por sot në metodologjinë e qeverisjes së zgjuar, rezultati nuk matet me sa shpenzon, rezultati matet me çfarë prodhon. Dhe kjo reformë nuk arriti të prodhojë as sasi, as cilësi shërbimesh. Qëllimi në atë kohë, më fal, ka qenë që ofrimi i shërbimeve më cilësore me një kosto më të ulët për shkak të ekonomisë së shkallës. Parimisht kështu është si thoni ju. Po futemi pak analizës për numrin e punonjësve, mendoj se nuk ndaj të njëjtin mendim me ju për faktin sepse shtimi i kompetencave kërkonte një numër shtesë të punonjësve që duhet të kishte njësia vendore. Po e pranoj. Dhe besoj që kjo ja ka arritur qëllimin sepse në shumë bashkime të njëjtin nivel numri punonjësit janë kryer edhe detyrat shtesë, të paktën në gjykimin tim. Megjithatë, ajo që ju diskutuat në lidhje me parimin e subsidiaritetit, që kur largohesh larg qendrës, cënohet disi pjesa e subsidiaritetit. Megjithatë, nga diskutimet e fundit rezulton që opozita kërkon një numër më të rritur njësish vendore me më shumë kompetenca për qarqet. Kjo mos është në kuadër të
kalimit të testit të këtij parimi? Shiko, lidhur me parimin e subsidiaritetit, ato si institucione kushtetuese e mbajnë atë mbaret se sa e ofron, në shkallë e ofron atë, sepse duhet i themi dhe gjëra drejt, aty është bashkia, janë dhe njësitë administrative më pranë skaku të shkojnë, më pranë lagjeve, kanë dhe kryetarët e fshatarëve. Si strukturë ato ekzistojnë, por për mendimin tim janë shumë amorfe. Lidhur me qasjen politike, shiko, unë pranoj faktin që reformat tilla janë reforma politike dhe gjithmonë kam thonë, pavarësisht se Zoja Farrici dhe unë flasim nga këndvështrimi i shoqërisë civile apo të ekspertizës, ne mund të kemi idetë tona, por në fund të fundit paktën unë pranoj që reforma është politike. Vendimarrja është politike. Vendimarrja politike dhe udhëhiqet nga politika. Ne mund ta ushqejmë që ajo ta ndihmojmë që të bëhet sa më efikase. Por të dy krahët e politikës në fakt maggioranca po e fillon pa një analizë kësaj, sepse reformat të tilla bëhen shumë të rralla, kudo që ndodhë studion gjatë dhe bëhen rralla, nuk bëhen çdo 10 vite. Por gjithsesi unë prapi përkas faktit që kur një gjë nuk shkon, ne nuk duhet të rrim të vajtojmë pse nuk shkon, është bërë gabim pa konsensus e bla bla bla, por hajde të bashkojmë forcat si klasë politike, si parlament, institucione, shoqëri civile dhe ta korrigjojmë. Shkojmë tek pra këtu edhe diçka te maggioranca, dhe ajo shkon tek numri. Sepse është bërë më shumë një çështje diskutimi numri se sa duhet të jetë çështje, nuk duhet të jetë çështje përmbushje të qëllimit të vet ligjit për riorganizimin territorial administrativ, i cili kërkon që edhe rishikimi apo ridimisionimi i hartës duhet të jetë në përputhje me traditën, kohezionin ekonomik, social, në funksion të rritjes së përgjegjshmërisë së ofrimit të funksioneve. Dhe ky duhet të jetë thelbi dhe zhvillimit rajonal. Po besoj nga e dashur Adelina, pjesa e re që do të futet dhe krijimi i rajoneve, cili është një kërkesë edhe i vet Bashkimit Evropian në përmbushje të kartës europiane, edhe klasterit kapitulli 22 për mundësinë e përthithjes së fondeve nga BE-ja, sepse është një kusht që këto fonde të plotësojnë, që Shqipëria të përfitojë nga fondet e BE-s, duhet të plotësojë disa kritere. Po, kapitulli 22 flet kryesisht për fondet e kohezionit. Fjala kohezion ka të bëjë me pabarazit dhe një nga problematikat që në fakt të çon drejt asaj që duhet të rishihet reforma administrative territoriale janë edhe pabarazit midis bashkive. E vuri në theksin pak më përpara zoti Haxhimali që raportet e performancës ta flasin për diferencat mëdha midis bashkive të mëdha, bashkive të mesme dhe bashkive të vogla. Bashkitë të vogla nuk arrin dot të plotësojnë edhe standardet minimale, rezultat i kujt? Rezultati pamjaftueshmërisë financiare, rezultati pamjaftueshmërisë dhe mospasjes së burimeve profesionale, humane. Pra të gjitha këto të çojnë drejt asaj që adresimi duhet jetë i tillë që të rishihet. Si mund? Duhet bashki pak më e madhe, unë edhe kjo për numrin. Numri nuk është numri ajo që duhet mendojmë. Janë adresimi problematikave që të çon pas edhe tek numri, ndryshimi i numrit normal se kjo do të çojë tek ndryshimi i numrit. Por nuk duhet të jetë qëllim në vetvete, se në përgjithësi pyetja është, do kemi 90, do kemi 40, do kemi 39, do kemi 36, do kemi, pra unë nuk mendoj që duhet kapemi tek numri. Çështja është, a kemi disa kritere? Pra i kemi evidentuar problematikat, kemi kriteret, situata në të cilët gjendemi që ta lidhë dhe me pyetjen tuaj. Shqipëria është në një moment që ne po përparojmë në mënyrë intensive drejt antarësimit në BE. Atëherë, a duhet që edhe niveli lokal të formatohet në mënyrë të tillë që të arrijë standardet, se te fundit fare 70% e akis është implementim në nivel lokal. Po implementim në nivel lokal do të thotë plotësim standardesh shërbimesh, plotësim standardesh në drejtim të investimeve. Të gjitha këto çojnë drejt asaj që edhe një nga kriteret duhet të jenë pikërisht këto, antarësimi, pra kriteret që duhet plotësosh për antarësimin BE dhe bashki funksionale dhe BE-ja çfarë kërkon? Kërkon bashki funksionale të forta autonome. Dhe si mund të realizohen këto? Patjetër që reforma e re duhet i çojë drejt realizimit. Një nga gjërat që se ne flasim për pamjaftueshmëri financiare, po qoftë edhe buxheti i shtetit ka një limit
që i kalon qeverisës lokale, qoftë edhe të ardhurat e bashkive, pavarësisht se nuk janë shfrytzuar, të ardhurat asnjëherë nuk mjaftojnë, por ne duhet të dalë tek pyetja juaj, ne duhet të dimë të kemi burime humane të kualifikuara për përthithjen e fondeve të dedikuar të BE-s të dedikuar për vende si Shqipëria. Zotja Xhemali, a ka një studim para prak se duhet shkojmë drejt reformës së re dhe për mendimin tuaj, a do të ishte më mirë një njësi vendore afër komunitetit apo një njësi vendore më efikase në kryerjen e shërbimit, edhe pse mund të kushtoj pak më gjatë, si kohë, distanca nga qendra? Përkas faktit që një shtet duhet të riskoj për hir të demokracisë lokale më shumë dhe me kosta më të larta në raport me përfitimin nga ekonomia shkallët. Çfarë do të them me këtë, që në qoftë se bëjmë atë skanerin e Shqipërisë, si jemi të ndërtuar, ku është e shpërndar 2.4 milion banor, si është gjeografia, pozita, historia, kultura, shpërndarja, nesot migrimi, demografia është kushti domosdoshëm. Në fakt, po t'i marrim gjitha me radhë, mund të shkojmë në opsione të ndryshme, por fakti që ne mbetemi akoma me potenca të mëdha rurale, edhe nga pikpamja demografike dhe nga pikpamja e shtrirjes nga ekonomia, dhe në këtë aspekt do mendoja që kishte nevojë për një model të reformës territoriale, në fakt që t'i gjendesh sa më pranë qytetarëve edhe në zona më të thella. Unë i përkas asaj që ne mund të kishim, pra si është ndërtuar sot Shqipëria, mund të kishte për mendimin tim bashki që ishin urbane. Në fakt mendoj se ne kemi marrë në 2015 modelin gjerman që kishte qendra kryesore dhe përthithën edhe fshatra përreth, por haruam që infrastruktura e Shqipërisë nuk ishte e njëjtë me atë të Gjermanisë, sepse distanca të largta atje mund të bëheshin shumë më shpejt për shkak të infrastrukturës. Këtu kemi sot edhe fshatra të thellë, të cilët duan shumë kohë për të ardhur në një qendër. Shumë faleminderit që më ndihmuat në analizën. Dhe ky është një problem tjetër, në fakt që ne vazhdojmë trashëguam, por për hir të së vërtetës nuk patëm në një progres shumë të fortë në infrastrukturën rurale, rrugët kryesisht, po dhe infrastrukturë të tjera që e bëjnë jetën e qytetarit, të fermerëve, të fshatarëve, të bugjëve, në zonat e ta bëjnë të paktën, s'po them të orientuar nga biznesi, po të paktën të jetë fitimprurse aty ku ndodhen. Në këtë aspekt, kjo është një ana tjetër është dhe pjesëmarrje, demokracia lokale, por po them, i përkas asaj që ne mund të kishim bashki urbane të fuqishme që të binte shumë në sy urbanizimi, zhvillimi, industrializimi, mund të kishim dhe bashki rurale që mund të ishin 2 apo 3 njësi administrative të bashkuara që përbën një nyjë social-ekonomike të zhvillimit bujqësor dhe rural, por në raste kur është e nevojshme, me thënë drejtën, nuk unë vetë do riskoja edhe me kosto të larta që mund të kishim, le të themi, një bashki malore, ajo mund të kishte 2000 banor. Po, në kontekstin e pra, mund të shikoj që ofrimit të shërbimit të shërbime, ai komunitet kishte zgjedhurin e vet, strukturën e vet, politik bërsa administrative, vendimarrëse, me ato të ardhurat e vetën, kuptoj që nuk do mbante as 10 as 20%. Në ekonominë e shkallës dali me humbje. Por jemi aq të vogël, vetë nisë vendore nuk kanë qëllim fitimin, qëllimi final është kjo thelbi i gjës. Kjo tash ti rrumullakos gjithë këtë gjë, me thënë drejtën, që ne s'do ta bëjmë njësitë e pushtetit vendor fitimprurës. Ato duhet të kenë të ardhurat të mbajnë vetë, por nuk është qëllim në vetvete. Pra, nëse gjejmë tash me pak qetësi, Shqipëria mund të rregullohet në fakt me këto lloj balanca, duke i parë dhe i vënë në peshore të gjitha çfarë me i vendos të gjithë në peshore të gjitha këto kriteret, por mbi të gjitha thash që nuk duhet jemi të orientuar nga përfitimi ekonomik në raport me natyralitetin që ka Shqipëria sot. Duke ruajtur dhe atë kohezionin, traditën, kulturën,
e zonave vetë e Renit. E vërteta është që këto kohë janë prishë qik dhe janë harruar. Bashkitë e mëdhaja u prezantuan si një organizatë shumë e madhe, shumë e mirë, me dimension kështu të PR-it, të propagandës, të prezantimit me donatorët, u prezantuan mirë dhe kjo është e vërtetë. Por në realitet, Për rritje të vërtetës kishte edhe rritje të investimeve të kryera vetë nga bashkia, reforma e këtij arriti, sepse po të shohësh buxhetet e ish komunave dhe ta krahasosh me njësitë e dala pas 2015-s, në buxhetet e tyre ka zë të përkatës për investime kapitale, që nuk ndodhte më përpara. Kjo ishte një arritje, mund të them. Jo, të folim me fakte, unë nuk kam mbrojt asnjëherë ekzistencën e 308 komunave, sepse unë 367 komuna dhe bashki, ndërsa komune po. Sepse unë nga ato që kam bërë studimin me asistencën suedeze dhe isha nga ato të parët, por gjithë të vërtet dhe të zgjedhurit asaj kohë kishin kuptuar që mbijetesa dhe punët, shërbimet dhe autoriteti ishte bërë shumë e vështirë. Shumë e vështirë ishte bërë, por kishtin kriju atë portifolin e ngrohtësisë sociale që mbaronin një komfort. Ishte edhe ky shumë komfort, sigurisht me problematika shumë të mëdha arkaike fare ndonjëherë, por sot këto njësitë administrative që kanë zëvendësuar ato janë totalisht të paafta, pas një lloj përgjegjësie dhe kompetence, zero ndihmë për qytetarët. Megjithatë, lidhur me faktin që të jemi krejt qartë, ashtu ishte, pra ato kishin zero investime, edhe pse ishin atje përpiqeshin me të gjithë punët, zgjidhshin ca punë komunale. Por të dhënat e Ministrisë Financave tregojnë që në 100 lekë shpenzime, paktën i referohen vitit 2024, 20 deri 25% e kësaj shumë shkon për investime, në 61 bashkitë, pjesa tjetër shkon për shpenzime administrative dhe aktualisht po më parë. Për 24, për 25 nuk e di. Çfarë do të thotë që në fakt të Ministrisë Financës. Unë mendoj Jula që këtu 20 deri 25% investime, por bashkitë nuk mund të quhen shpenzime administrative pjesa e administratës që ofron shërbime. Shumë shërbimet sociale. Ajo është ajo nuk është thjesht administrative, shërbim që ofrohet, shërbimet sociale, janë shërbime të tjera për komunitetin. Po dhe shpenzimet operative që kryesisht në bashkitë të nivelit ton konsistojnë edhe mirëmbajtje kanale, kullus. Futen te kjo linjë, që ndërkohë që këto janë investime, po janë investime të vogla, por që se investimi është edhe mirëmbajtja, është një lloj investimi që ka impakt në komunitet. Kështu që duhet në fakt kjo pjesa e pritshmërive për numrin e të punësuarve, siç e the pak më përpara, dhe për pjesën e efektivitetit të bashkimit. Unë mendoj që bashkitë janë shumë më funksionale aktualisht se ç'ishin përpara. Unë mendoj që bashkitë janë më të pavarura ekonomikisht se ç'ishin përpara. Por nuk u arrit ajo që të jenë autonomi fiskale, përfundimtar, po që të jenë autonom. Jo për fajin si vendore, mendoj kjo pjesa. Së fundmi ka pas një diskurs për edhe bashkinë sipërmarrëse. Ç'mendim ka Adelina për këtë dhe nëse reforma e re mund ta sjellë dhe ta realizojë një njësi të tillë vendore që përveç gjenerimit të ardhurave të mund të krijoj edhe një burim tjetër të ardhurash e cila do të shtojë investimet kapitale, por gjithashtu do të japë mundësi bashkive që të shpërndaj vetë grande ashtu siç e ka në ligj për fermerët. Shiko, nëse para 4-5 vitesh bashkia shikohej thjesht si një institucion shërbimi. Realisht edhe strategjia ndërsektoriale e decentralizimit ku ne kemi dhënë kontributet tona për kur flasni shoqata dhe kryetarët e bashkive dhe stafet e bashkive, një nga objektivat kryesor është zhvillimi ekonomik lokal. Domethënë bashkitë më nuk duhet shihen si vetëm institucione shërbimi, po duhet të shihen edhe si institucione gjenerimi zhvillimi ekonomik, si institucion politikash lokale që nxit sipërmarrjen në komunitet, që bëhet bashk sipërmarrëse bashkë me sipërmarrjen në komunitet, pra që krijon një frym, jo thjesht shërbimi, po një frym gjenerim të ardhuras, gjenerim zhvillimi ekonomik, rritje të nivelit dhe standard ekonomik në territorin ku punon. Kështu që në këtë kuadër mendoj që bashkitë nuk është se është punuar aq sa duhet, ka pas iniciativa të izoluara, një ndër iniciativat ka qenë dhe bashkia juaj, bashkia e Dimalit, me iniciativën për Farm Market. Domethënë që ishte një iniciativë që nxite
bashkëpunimin me komunitetin, mbështetur në zhvillimin, në potencialet e zhvillimit që ishte agrikultura dhe si mund ta çojmë më tutje. Patjetër që kjo gjë ishte një iniciativë që nuk u arrit të përfundonte për vetë faktin që ka nevojë realizimi i sigurisë ushqimore si një nga kërkesat edhe kryesore të integrimit tonë në BE, sepse në fund të ditës që të promovosh produktet shqiptare, do duhet që ato të garantojnë cilësi. Promovimi është një nga kompetencat e pushtetit vendor që besoj që përpara se të shkojmë këtu, duhet marrin certifikatat përkatëse me standarde përkatëse. Pra, jo më kote e përmenda sepse rasti juaj tregoi që ka iniciativa, domethënë ka risi, ka inovacion nga ana e nivelit lokal, po çështja është që kjo të shkojë të përfundojë, duhet bashkëpunim me nivelin qendror, duhet koordinimi i kuadrit ligjor. Pra, edhe këtu në pjesën e kësaj ide së bashkive sipërmarrëse, mendoj që është shumë e rëndësishme të shikojmë është një ide që po përkrahet nga bashkitë, po çështja është tani që ne si të bëhemi bashk dhe të shikojmë që a ka kuadër ligjor të mjaftueshëm që e lejon bashkinë që të ecë në këtë drejtim dhe a përkrahet, duhet komunikimi me qeverinë qendrore në këtë drejtim, një skrinim ose në drejtim të bazës ligjore dhe paralelisht unë mendoj që është shumë e rëndësishme ngritja e një tryeze komunikimi dhe konsultimi me bizneset në komunitet. Sepse nëse partneriteti do bëhet me biznesin, partneriteti do bëhet me sipërmarrjen, qoftë ajo lokale, qoftë edhe me iniciativa që vijnë nga jashtë. Kështu që mendoj që sfida që duhet të adresohet edhe tek reforma është që bashkitë të gjenerojnë zhvillim ekonomik lokal dhe tjerë pse jo edhe sipërmarrëse. Unë besoj që kuadri ligjor ekziston nga ajo që kam arritur të studioj në këto kohë për implementimin e projektit që kam pasur, por është dhe çështja mentaliteti dhe ajo që mund të them është të paktën për bashkitë me karakter kryesisht rural, siç është Bashkia Dimale të tjera, do duhet shumë ajo që tham një punë e mirë e bërë për sigurinë ushqimore. Ajo që diskutuam me Adelinën në kuadrin e bashkisë sipërmarrëse, por të ecim edhe më gjerë, vihet re që vetë të krijimi i rajoneve ose ndarja e Shqipërisë në rajone do të krijonte edhe potenciale të reja zhvillimi përveç qendrës së Tiranës, që ka bërë edhe atë sithjen dhe migrimin e shumë pjesë të popullsisë në qendër së saj. A do të ndihmonin këto qendrat apo rajonet e reja të pajisura me më shumë kompetenca në mbajtjen e popullsisë në ato zona? Shiko, ka një parim fare të thjesht, që në përgjithësi qeverisja vendore gjen me dy nivele, nivelin e parë dhe nivelin e dytë qeverisjes vendore, pra komuna, bashkitë edhe qarqet apo rajonet. E para duhet të them që kemi trajtuar reformën territoriale pushtetin vendor historikisht në Shqipëri shumë gabim. Jo duke thonë kemi modelin francez, jo modelin gjerman apo ato studentëve. Është dhe modeli estonian i suksesshëm, pa i bazohet te digitalizimi, mund të themi, dhe kjo është dhe pyetja e fundit mbase. Shiko, çështja është fare i thjeshtë. Ne duhet ta ndërtojmë modelin e qeverisjes tonë qendrore, lokale, rajonale në përputhje me kushtet shoqërore, me kontekstin kombëtar, me kulturën, historinë dhe traditën. Nëse dalim nga këto, ne nuk kemi asgjë në Terezi. Lidhur tashmë me nivelin e rajoneve. Pra, nivelin e dytë qeverisjes vendore, kemi nevojë për ato, apo kishim nevojë për ato kur kishim shumë njësi qeverisjes vendore. Ti themi gjëra drejt. Fakti që ne po shkojmë drejt potencialisht reduktimit të numrit të bashkive, pra të njësive të qeverisjes vendore në nivel vendor, çfarë do të thotë që tashmë këto bashkitë e reja që do dalin, nuk po përmenduar, mund të jenë në fakt një rajon më vete. Dhe kjo parimi është i tillë që sa më të mëdha të jenë bashkitë, njësitë e qeverisjes vendore, aq më e panevojshme bëhet niveli i dytë i qeverisjes vendore. Në fakt jemi duke shkuar. Por ja më fal. Por ka dhe një gjë. Unë vetë, kur bashkë me zënë Farisi, kemi qenë në komisione për reformën territoriale para 2 vitesh, edhe kam thonë që në studimin tim dhe është në parlament, kam thonë që Shqipëria mundet të ketë këto rajonet administrative, pra për t'ju përgjigjur atyre rajoneve statistikore të Evropës. Në analogji me... Pra me kaq, por
fakti që këto 10 vite ne kemi edhe sot me ligj 12 qarqe, por jo për fajt e tyre dhe për fajt të ligjit janë krejtësisht apatike. Çfarë do thotë sot jo vetëm qarqet, por shkojmë edhe unë po tisha do të merresh edhe me to, po do merresh edhe me prefekturat. Për hir të së vërtetës janë disa institucione që ngelen burokraci për taksa paguesit shqiptar, por nuk prodhojnë asgjë. Një bashki shumë e madhe ka përgjegjësinë të zgjidhë këto probleme, jo të shmangi bashkëpunimin me qeverinë. Ka nevojë për koordinim, po jo me këtë model, por për shkuar dhe kjo dhe po e mbyll qasja si për marse. Me thënë të drejtën, edhe në strategjinë kombëtare është komponenti zhvillimi ekonomik lokal nuk u arrit ashtu siç duhet. Bashkitë sot i kemi më tepër konsumatore se sa prodhuese, pra konsumojnë buxhetet e veta dhe të qeverisë edhe nuk prodhojnë atë bazat e ekonomisë lokale. Por ka pas një progres, nuk janë më të varura plot i pjesë e tyre e te i kalojnë, dominojnë buxhetin, një pjesë dominojnë buxhetin qendror. Por do e mbyll me këtë, kemi qeverinë dhe bashkitë. Unë gjithmonë jam kritik, sepse tash edhe pozicioni im, ne për një shoqëri të shëndetshme duhet jemi kritik ndaj qeverisë për çdo gjë. Qeveria ka bëjë gjë në fakt, sidomos viti 2025 ka shënuar në konceptet qeveritare një vit shumë centripetal, pra ka përpjekur të marrë kompetenca nga njësitë e qeverisë vendore. Së fundmi po vihet re një tendencë. Pra një tendencë, po e them kompetencave nga pushteti lokal. Por çfarë efikasiteti ka kjo në rastin e ndryshimit të numrit të njësive, sepse mund ta lënë një lloj në kushtet kur ata të rreshin kompetenca. Edhe kjo është çështje që duhet parë në fakt, duhet analizuar, sepse nëse ti do të bësh reformën, mos nxitoje për të bërë këto tjerat, ose merri u këtë dhe mos bëj reformën, por ama tash të shkoj tek ana tjetër që të themi gjërat e qarta për dëgjuesit dhe shikuesit tuaj. Tash thash, qeveria mund t'i ketë defektet e veta, po mbështetje financiare dhe para ju ka dhënë në këto 10 vite mjaftueshëm dhe goxha mirë, por unë jam, le të themi, zhgënjyes në mënyrën se si vetë organizata, vetë bashkia është organizuar dhe funksionuar dhe ajo nuk ka qenë vetë, pra ajo kërkon të decentralizohet, marrë kompetenca nga qeveria, kurse kur i merr nga qeveria i mapo në bashki dhe nuk i shpërndan më poshtë. Pra, është një stil që ne kemi si shoqëria, nuk kam kritik për kryetarët të veçantë. Me pak fjala Xhemali po thotë pse nuk i delegojnë kryetarët e bashkive njësive administrative të kompetenca. Këtu ishte pyetja. Ja, kjo po njësitë administrative se numër punonjësish kanë paret i kanë rroga të mira, morin vetëm vegjetojnë në kot. As si produkt s'kan, keni rastin për shembull për ligji për cakto fare qartë bashkëpunimin ndërkomunal. Po se keni asnjë kryetar pra se po ju drejtohet. Në fakt kemi raste të tilla, për shembull kemi raste të bashkëpunimit për menaxhimin e mbetjeve. Rasti i Ujësillsit, rasti i Korçës. Jo, kur është këtu bëhet fjalë për një funksion të plotë të qeverisë lokale dhe që bashkëpunojnë bashkitë me njëra tjetrën. Për shembull, jam shumë dakord me atë që thotë janë raste shumë të izoluara, po shumë të izoluara, dhe ndërkohë që në një bashki e vogël që thotë nuk e ofroj dot shërbimin e integruar social, shumë mirë mund ta kalosh tek një bashki tjetër i cili ka resurset dhe për ta ofruar. Pra bashkëpunimi ndër bashkiak ka të bëjë pikërisht me pamundësinë e një bashkie për të ofruar një shërbim, ka të bëjë me një shërbim i cili shtrihet përtej territorit tënd, menaxhimi i mbetjeve, menaxhimi i rastet e turizmit, për shembull, shkon përtej territorit të një bashkie, pra duhet të ketë një bashkëpunim ndërbashkiak për ofrimin e një pakete turistike. Nuk mund të ofrohet paketa turistike vetëm në kornizën e territorit tënd. Dhe rasti i Ujësillsit është një rast që duhet ta bëj të reflektojë qeverisja lokale. Ne jemi kundër centralizimit, ne jemi për decentralizim. Ajo që thatë pak më përpara, subsidiariteti është të shkoj më pranë qytetarit shërbimi. Çfarë ndodhi? Shumica e ujësillsave, shahave që ishin në përbashki, ishin ineficiente, po prodhonin borxhe, gjeneronin borxhe vit pas viti, nuk realizonin dot asnjë lloj investimi, pa ajo është një shërbim bazik. Dhe nëse dështon bashkia në këtë proces, automatikisht qeveria qendrore merr. Por qeverisja lokale edhe tjetër, sepse më parë kur ujësillsat ishin në nënbarësinë e bashkive direkte, shërbimi ndaj dhe
qytetarit. Interaktiviteti me komunitetin ishte më i shpejtë dhe shërbimi ishte më cilësor. Po është e vërtet kjo që krijon më shumë borxhe dhe pretendonin që borxhet ti paguaj qeveria qendrore. Pra, unë mendoj nuk ishin eficient në ushtrimin e atij shërbimi, por besoj që cilësia e shërbimit ka qenë më e mirë kur ato kanë qenë varësi. Sa më pranë qytetarit, aq më shumë përgjegjësi dhe llogaridhënie përballë qytetarit, dhe aq më shumë satisfaksion nga qytetari. Kështu që janë të lidhura me njëra tjetrën. Pranë komunitetit apo bashkinësi vendore më eficiente dhe efikase në ofrimin e shërbimeve. Ky është edhe gjithë diskursi apo edhe vetë piknisja e një reforme të re territoriale besoj, por që ajo që ngelet nga gjithë ky diskutim mendoj që është fakti që për një autonomi vendore, për një ushtrimin e një funksioni më me përgjegjësi ndaj komunitetit, do na duhen më shumë financa për bashkitë dhe më shumë demokraci lokale. Këto janë dy çelësat e suksesit të një mirë administrimi të pushtetit lokal. Unë ju falenderoj nga zemra për gatishmërinë e treguar dhe për çka na dhat edhe opinionit publik për atë që na pret në të ardhmen në reformën e re territoriale. Faleminderit Juliana, dhe në fakt unë dua t'ju përgëzoj për këto tematika që ju trajtoni, janë tematika shumë sensitive dhe prekin direkt jetën e qytetarëve, kështu që shumë e rëndësishme. Po pse jo, mund të ndikojnë ndoshta edhe në politikë bërje. Edhe unë të uroj suksese dhe shijova shumë këtë, edhe shkoj tek fjala fundi Zoës Farisi. Për hir të së vërtet duhet ta keni një farë ndikimi pasi qoftë mendimet tuaja të mia apo dhe aktorëve të tjerë jashtë interesit apo brenda interesit, mendimet e tyre i kanë të lira dhe vlen të konsiderohen. Pastaj vendimarrja sigurisht shkon tek kartonat. E rëndësishme është që kjo reformë tashmë të ketë një bazë të gjërë konsensuale me politike dhe jo politike dhe ti rezistojt paktën 3-4 dekada zhvillimeve të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit.